155 milion lek janë akorduar nga buxheti i shtetit për fazën e dytë të rivitalizimit të sheshit Liria, i cili përfshin rreth 5800 metra katror të gjithë sheshit, vendosin e tyre me pllaka të bardha mermeri të ardhura nga Italia. Edhe mbjelljen e disa pemëve në këtë shesh. Në projekt është parashikuar heqja e këtij shatrivani, i cili është emblematik për të gjithë qytetarët e Durrësit dhe gjatë diskutimit për këtë shesh ka patur mjaft debate dhe reagime nga qytetarët për mos zhvendosjen e shatrivanit. Nëse ka ngelur ndonjë gjë këtu në Durrës, paktën edhe nga pjesa historike, ajo më duket pjesa simbolike. Ne këtu jemi rritur, edhe një shëtitor që ishte këtu me gjelbërim, edhe këtu po heqen. Nuk e di çfarë do ta bëj, nuk e kam idenë e projektit, shprehem, po. Për shatrivanin s'jam dakord që të hiqet. Se si je dakord? Jena mësu me këtë ambient. Ndofta mentaliteti vjetër, po inshallah bëhet më mirë. Mendimi im është që mos preket asgjë, të ngelin kështu siç janë, se nuk po lejnë gjë pa prish. E kanë si simbol të Durrësit shatrivanin, ata që janë lindur dhe janë rritur këtu. Po dhe nuk më duket me vend, domethënë heqja e shatrivanit. Unë jam lindur dhe jam rritur këtu faktikisht, që e vogël kam bërë shkollën këtu. Dhe e kam dëgjuar edhe si problem këtë në televizion. Faktikisht dhe më ka bërë përshtypje. Nga kreu i Bashkisë së Durrësit kohë më parë është thënë që shatrivani do zhvendoset diku tjetër, në një vend tjetër, po pa e përcaktuar vendin, pa e përcaktuar dhe mënyrën e zhvendosjes së shatrivanit nga ky shesh. Reagimet e qytetarëve më së shumti 2 ditët e fundit me nisjen e punimeve kanë qenë në rrjetet sociale, ku shumë prej tyre kanë konsideruar shatrivanin edhe monument të rëndësisë së veçantë në qytetin e Durrësit, pavarësisht se ky nuk është i shpallur monument, por është një simbol emblematik për qytetin tonë.